Bashkia e Lushnjës ka njoftuar qytetarët se këtë të enjte më 19 mars 2026 në një nga akset kryesore të qytetit, rrugën e Kongresit, do të zhvillohen një sër punimesh mirëmbajtje dhe përmirësimi të infrastrukturës urbane. Sipas njoftimit zyrtar, punimet do të përfshin sistemimin e rrugës, vizimin e parkimeve, si dhe pastrimin dhe krahasitjen e pemëve përgjatë këtij aksi. Punimet do të zhvillohen gjatë intervalit kohor nga ora 8 deri në 16 për të mundësuar zhvillimin normal dhe përfundimin në kohë të këtyre ndërhyrjeve. Autoritetet vendore kanë vendosur kufizime të përkohshme në parkimin e automjeteve. Konkretisht, gjatë këtij orari, nuk do të lejohet parkimi në krahun e majtë të rrugës në segmentin përballë stadiumit. Bashkia u bëri thirrje qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve të tregojnë mirëkuptim dhe të respektojnë sinjalistikën e përkohshme në mënyrë që të shmangen problematikat dhe vonesat gjatë procesit të punës. Prej 3 vitesh, Bashkia e Lushnjës në drejtimin e kryebashkiakes Eriselda Sefa ka ndërmarrë një sër projektesh që synojnë përmirësimin e cilësisë së jetesës në qytet dhe në njësitë administrative. Fokusi këtyre ndërhyrjeve ka qenë rritja e aksesshmërisë, mirëmbajtja e hapësirave publike dhe krijimi i një mjedisi më të pastër dhe funksional për komunitetin. Autoritetet lokale bëjnë të ditur se projekte të ngjashme do të vijojnë dhe në të ardhmen në kuadër të vizionit për një qytet me standarde europiane. Bashkia e Lushnjës dhe Drejtoria e Pasurisë Publike falenderojnë qytetarët për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin që treguan gjatë zhvillimit të këtyre punimeve.